Sot u mbajt ceremonia përërimit të bibliotekës në xhaminë e Hadumakës në Gjakov. E për këtë projekt, disa fjalë i pati personi që e bëri të mundshëm këtë investim. Nuk është këtu vetëm një bibliotek, është vatra dijes që tregon për brezat e së ardhmes. Pas 50 viteve, ndoshta ndonjë lexues nga kjo bibliotek do të krijojë vepra të ndryshme. E ai lexues pas 50 viteve nuk do të kujtoj emrat ton e as të Sulejman Hadum Agës, por fondacioni e ka këtë detyrë që të lë vepra më të mira për të ardhmen pa kuptuar të tjerët se kush ishin personat që bëjnë këtë. Një histori personale për këtë bibliotek e tregoi i pari i Këshillit të Bashkisë Islame në Gjakov. Për mua kjo bibliotek ka dhe një domethënie personale. Para luftës kam pasur privilegjin të studioj në këtë kutubxhane. Kam kaluar orë të tëra në mentorim në mësuesit tim të parë të Kur'anit, Rahmetliun Recep Ismail, derisa jam bërë në shkollë medrese. E udhëheci i Bashkisë Islame të Kosovës tregoi se çfarë hasim ndër të tjera në këtë bibliotek. Ju të gjithë dini se simboli i fesë tonë islame është dija, arsimi. Dhe jo rastësisht i madhi Zot në shpallën e fundit e filloi duke thënë "Nastidhu billah iqra", lezo. Sot, ndaj edhe për të lexuar është kusht për të shkruar. Zoti Xheleshan u betua në laps dhe në shkrim në atë që shkruhet. E këtu në këtë biblioteki kemi hasur, librari kemi hasur dhe i hasim dyja këtu. Në fund të kësaj ceremonie, u bë prerja e shiritit ku të pranishëm ishin pjesëtarë të KFOR-it turk, ambasadori i Turqisë në Kosovë Sabri Tunç Anglë, komandanti i kryesisë së Këshillit turk në Kosovë Harun Elitash, si dhe zëvendëskryeministri i Kosovës Fikrim Damka, si dhe mysafir e përfaqësues të tjerë institucional e lokal.